Atëherë unë jam Alketa Muka, jo Mej. Mej është, nuk e di kush është në të kaluarën. Jam 2 mushe Alketa Muka, 1 mushe, të Talje, besuar të Talja, ose fëmija Tales, nuk e di tamam, besuar besoj. Brikena është martuar me Durin. Mbasi ka mikur unë, Duri ka marrë Brikenën dhe është martuar. Por ka kaluar një jetë vështirë me Durin. Herë në Francë, herë në Shqipëri. Herë në Francë, herë në Shqipëri. Kthej si Mej. Duri kthente Brikenën Mej. Ndërsa vajza ime, Emi, e kthejnë tani Mej. E torturon Duri. Do të ri zërës, i duket sikur gjoja është Brikena. Mej është vajza jote që e ke besuar, që e ke mbajt fshora si Meje. Emi, e ke vajzë. Dur, e ke vajzë. Mjaftë të shkatrove Emin si Brikena. Se s'merr dot Brikenën. Ose do të thuresh planet. Në moment që ke marrë Brikenën, e ke mbajt vetë dhe çoj të jezuj si Mej. Ndërkohë që Mejin e ke futur në çantë me Aplën dhe e ke shqyrë shpirti. Që ishte Alketa. Bjondja. Jo unë e shumtuara. Alketa Bjonde nuk e di çfarë i bërët, e kthyet vogël, e coptuat, e therrët, e solli fuqiat e Talja, nuk e di çfarë bëri. Mjafti ngatrove njerëzit. Brikenën e kishe ti. Nuk je ndar. Lani nuk ka arritur, është kushëriri vet. Lani ta mori Brikenën, se e rrifje, e shdopje në dru. Qante, e mori Brikenën në Amerikë. Jezuj Lani. Mori Brikenën në Amerikë. Ka jetuar me Brikenën, se i thanë që është jezuj. Dhe Lani ishte në trupin e jezuit. Prandaj jezuj ka ndetur me Brikenën. Dhe Lani ka qenë në trupin, largoi, ndaj. Kur kishe dashuri me Brikenën. Jezuj kishe dashuri me Brikenën, Lani largohim në punën e tij. Pastaj e morë vesh që Brikena ishte tek Lani, e detyroi që të vinte ta merrje Brikenën. Përfitove gjatë virusit, ke marrë Brikenën, nuk e di sa e ke mbajt gjatë virusit. Në vitin e parë të virusit, ti ke përfituar nga virusi, nga tolerimet e tepërta, ke marrë Brikenën përsëri, Jezuit. Dhe Brikena herë rinte te ty, herë te Jezuj. Jezuj, gjoja ishte Mej. Këto janë filmat e tua dur. Ka marrë pjesë dhe Jezuj. Lëre Jezujt me Brikenën. Ndërsa Emin mjaft e ngatrove, binjaken. Mjaft e torturove binjaken. Se do të shkatrosh binjaken, se atë e ke shkatruar. S'ke lënë gjë pa i bërë. Edhe Emin e ke shkatruar të vogël. Mjaft e shqyve shpirtin ton. Dur, mjaft.